Të njëjtën e 29 majit, hyrjet kryesore të Prishtinës do të mbyllen për 2 orë nga bizneset në shenjë protestën ndaj liberalizimit të tregut të energjisë elektrike që pritet të hyjë në fuqi me 1 qershor. Kryetari i zyrës së Aleancës Kosovare të Bizneseve për Rrafshin e Dugaxhinit, Argjend Fetau, tha se bizneset nga Rrafshi i Dugaxhinit do të marrin pjesë në këtë protestë. Ne me të vendosur për protesta, ne nesër do të dalim në protesta dhe ne si Aleancë Kosovare Biznese kemi qenë pi ditës së parë dhe sot dhe ne zëtutje deri në shfuqizimin e këtij vendimi do të jemi në protesta. Fetau tha se protestat do të ashpërsohen dhe do të radikalizojnë mënyrën nëse nuk aprovohen kërkesat e tyre. Kemi parë që këto vetëm kanë në vesh të shurdhur dhe nuk ka pasur kur filloi reagimi, qoftë institucionet, qoftë nga zëreja. Dhe në këtë pikë kemi vendosur që të marrim pak masa pak më radikale që do të jetë me bllokimin e rrugëve, arterëve kryesore. Protestat do të bëhen nesër në bashkëpunim me Odën Ekonomike dhe organizatat e tjera. Protestuesit do të kërkojnë shtyrjen e së paku 2 muaj të detyrimit për kalimin e bizneseve në tregun e hapur të energjisë, rishikimin e tarifave dhe kushtet e tjera.